falja e namazit me xhamat arrin që një nga ato objektivat madhore të Islamit ta reflektoj ose ta shpërfaq në formën më të mirë të mundshme. Arrin që unitetin ndërmjet besimtarëve. Atë që Islami kërkon të njihet merita për këtë vepër, pra për vllazërim, për unitetin, për bashkimin ndërmjet besimtarëve, arrin ta prezantoj, ta paraqet në formën më të mirë të mundshme. E dini se ne në Islam kemi tubime të cilat na mbajnë bashk për gjatë gjithë jetës sonë. Jo tubime të kohëpaskohshme, por kemi tubime të cilat shtrihen në intervale të ndryshme kohore, por që të gjitha na mbajnë neve edhe bashk e na mbajnë në të njëjtën kohë edhe në nivele më të gjera. Për shembull, në një nivel më të ngushtë, më të vogël, kemi namazet ditore. Falemi në xhaminë e lagjës, kësaj takohemi për çdo ditë me besimtarët tanë. Pastaj për faljen e namazit të xumas, kemi një numër më të madh të besimtarëve. Kemi një rast, një mundësi që të takohemi me më shumë besimtarë. Pra, është fjala për një nivel paksa më të gjerë. Pastaj falja vjetore, e cila bëhet falja e 2 bajrameve. Pra kemi këtë tubim, këtë takim vjetor, ku prezenca e besimtarëve është më e madhe. E pastaj kemi edhe një tubim i cili është vjetor, por që për besimtarët mund të jetë jetësor, është fjala për tubimin në Arafat. Atje ku bashkohen, tubohen të gjithë besimtarët nga të gjitha vendet e botës për të performuar haxhin, për të kryer haxhin ose shtyllën e 5 të Islamit. Pra, ne nëpërmjet faljes së namazit arrim që këtë objektiv islame, unitetin, bashkimin ndërmjet besimtarëve, ta realizojmë në formën më të mirë të mundshme.